Një dokumentar i realizuar nga institucionet ushtarake të Turqisë ka rikthyer në vëmendje figurën historike të Gjergj Kastriotit, Skënderbeut, duke theksuar rolin e tij si një nga strategët më të mëdhenj ushtarak të shekullit 15 dhe duke konfirmuar origjinën e tij shqiptare. Dokumentari, i prodhuar nga Instituti i Studimeve Ushtarake pranë Universitetit të Mbrojtjes Kombëtare të Turqisë, paraqet betejat dhe strategjitë e Skënderbeut kundër perandorisë osmane, si dhe ndikimin e tij në historinë e Ballkanit dhe të Evropës. Në film përmendet se Skënderbeu, i njohur në perandorinë osmane si Iskender Bey, ishte një komandant i jashtëzakonshëm që arriti të përballojë për dekada ushtritë e dy sultanëve të fuqishëm të kohës. Sipas dokumentarit, ai lindi në vitin 1405 në zonën e Dibrës dhe ishte djali i princit shqiptar Gjon Kastrioti, i cili kontrollonte territore të rëndësishme në Arbëri, si Kruja, Mati dhe Dibra. Filmi paraqet gjithashtu betejat kryesore të zhvilluara nga ushtria shqiptare në udhëheqjen e Skënderbeut, duke theksuar se rezistenca e princërve shqiptar ishte një nga pengesat më të mëdha për avancimin e ushtrisë osmane në rajon. Historialët e përfshirë në dokumentar nënvizojnë se figura e Skënderbeut mbetet një simbol i rëndësishëm i rezistencës dhe identitetit shqiptar, ndërsa strategjia dhe aftësitë e tij ushtarake vazhdojnë të studiohen edhe sot. Dokumentari vjen si pjesë e një serie prodhimesh historike që trajtojnë jetën e figurave të rëndësishme ushtarake të historisë.